Ngarkesa mesatare për çështjet e përfunduara sipas numrit faktik të prokurorëve në vitin 2024 rezulton se është më e lartë me 156 çështje të përfunduara në Prokurorinë e Tiranës dhe më e ulët me 100 çështje të përfunduara në Prokurorinë e Vlorës. Për sa i përket raportit të numrit mesatar të procedimeve të regjistruara sipas numrit faktik të prokurorëve, mesatare çështjeve të regjistruara rezulton Tirana 177 çështje të regjistruara për prokuror, Shkodra 153, Saranda 138 dhe mbyllet me Gjirokastër 95, Berati 93 dhe Dibrën 82. Nëse do të bëjmë një mesatar të çështjeve të regjistruara në rang vendi për prokuror faktik, shifra është 135 procedime penale për prokuror. Për sa i përket raportit të numrit mesatar të volumit të punës në hetim, duke përfshirë çështjet e mosfilluara, regjistruara, mbartur dhe rifilluar sipas numrit faktik të prokurorëve, rezulton që ngarkesa mesatare më e lartë është ajo në Prokurorinë e Tiranës, ku shifra ka arritur 438, Saranda 385, Durrësi 344 dhe mbyllet me Prokuroritë e Shkodrës 250, Dibra 213 dhe Kuksi 199. Ndërsa në analizë të ngarkesës mesatare faktike bazuar në procedimet në ndjekje, ato të regjistruara, mbartur dhe rifilluar, situata rezulton sërish më rënduar në Prokuroritë Tiranë, Sarandë dhe Fier Elbasan me një ngarkesë mesatare që varion nga 311 në Tiranë deri në 271 në Elbasan. Ndërkohë që më ulët rezulton në prokuroritë e Kukësit dhe Dibrës dhe Gjirokastës, ku varion nga 158 në Kukës deri në 202 tilla në Gjirokastër.